Çka unë mendoj, megjithatë nesër presidentja të tentoj të bisedoj me partitë politike dhe t'ju kërkoj ta kalojnë buxhetin, edhe eventualisht edhe 3 komunave, edhe pse është pak problem, nuk dija mundet me ndonjë mos të jashtëzakonshme, se komisioni nuk ka, po të paktën për 3 muaj të ardhshëm, se nëse nuk ka buxhet, në fakt, jo me kalu është më zgjatje buxhetit për 3 muaj. Ti ke qenë në këtë komisioni për buxhet e din ndoshta më mirë detajt, por nuk di as zgjedhjet si do t'i organizojmë nëse nuk ka buxhet. QCZ-ja s'ka buxhet. Kështu që duhet patjetër të ndodhë një lloj veprimi, një lloj akti i zgjatjes. Nga presidentja. Unë mendoj se ose presidentja ose ti kërkoj kuvendit vetëm për 3 muaj dhe praktika në kaluarën ka. Po, zgjatje buxhetore nuk ka nevojë për ndonjë veprim rreth zgjatjes buxhetore. Me ligjin për financat publike mundet me u operu në 2 muaj të ardhshëm, domethënë janari dhe shkurti mund me u operu me buxhetin e këtij viti. Domethënë është e rregulluar, domethënë 1/3 e buxhetit për 2 muajt e parë, mund me 2 muajt e parë, janar shkurt, për mars pastaj duhet me gjetë alternativë. Problemi duket deri me 1 prill, faqet pengon. Deri me 1 mars. Janar shkurt, veç janar shkurt mund me. A jo 3 muaj? Ja, veç 2 muaj. Vetëm 2 muaj, pastaj për muajin e 3 do të me gjetë zgjedhje. Këtu lind pastaj problemi i zgjedhjeve, sepse në bazë të asoj formule Komisioni Qendror të Zgjedhjeve mund t'i ndahen vetëm 3-4 milion, kurse për menaxhimin e zgjedhjeve duhet një 7-8 me sa e di unë momentalisht. Kjo që prapë aty do kemi probleme, prandaj zgjedhjet janë të pashmangshme. Në çdo variant nuk ka zgjedhje, nuk ka alternativë tjetër. Presidentja duhet me i shpoll zgjedhjet. Ligjërisht, nëse do. Sot ka pasur një deklaratë përndryshe në gjithë këtë vorbull të diskutimeve, debateve në Kuvend të Kosovës, ka pasur një deklaratë që ka nxitur pak reagime nga kryeministri në detyrë zoti Kurti, kur ka thënë që në Kosovë s'ka krizë ekonomike, prandaj ka vetëm ankesa të opozitarëve, e s'ka protesta nga një anë. Deklarata nr. 2. Në Kosovë nuk ka krizë ekonomike. Rritja ekonomike në qerekun e dytë si vjet ka qenë 4,58% të bruto produktit vendor. Në këto 4 vite sa isha kryeministër, e tash edhe sa jam kryeministër në detyrë, asnjëherë rritja ekonomike nuk ka qenë në 4%. Rritja mesatare ekonomike është 6%. Prandaj edhe nuk ka protesta të qytetarëve, por ka vetëm ankesa të opozitarëve. Në Kosovë nuk ka krizë ekonomike. Ka drejt Kurti ose jo, Shqipe? Mas parit intonacioni i zonit kreti pas ka ndru sot, Kurtit, sot po fletë sikur me u lut, nuk ka krizë. Ka përshtypje që ti e një pak më mirë se të gjithë ne, Kurti. Ka ndru shumë prej, domethënë prej vitit 2018 nuk jam me lëvizjen vendose, nuk kam pas asnjë lloj kontakti madje me Kurtin. Çfarë nga afër? 3 vjet kam bashkëpunuar me ta, po është e vërtetë edhe kur ai ndihet fitues, na dim krejt çfarë si flet, si e ka qëndrimin. Sot po duket si humbs, po tingëllon si humbs. Ke nga zëri apo nga gjuha e trupit apo nga vokabulari apo? Sa i përket protestave për çështje sociale ekonomike, unë nuk maj mend ndonjëherë në Kosovë që janë marrë protesta për këto çështje. Janë marrë protesta për çështje të Ka pas edhe protesta. Për shembull, kur? Ka pas për rrymën, çështje e vetmja. Po nuk është për shtrejtim të rrymës, po jo për çështje ekonomike sociale, për fat keq sepse unë do doja të shija më shumë protesta. Tash nëse konsiderohen protesta edhe vetëm dalja në rrugë, atëherë mund të thënë se s'ka protesta, po nuk mendoj se kjo është mënyra vetme e protestimit për çështjet kur ti ke pakënaqësi, ka edhe forma tjera. Kush ka pakënaqësi? Unë kam pakënaqësi, mas pari si qytetare e këtij vendit, sepse inflacioni është shumë i madh, çmimet janë të larta në krahasim me të hyrat. Sak dihet, edhe ky nuk është GDP-ja nominale, po është edhe GDP-ja çato rritjet ekonomike që po nuk janë të vërteta, unë nuk i kam lexuar asnjë ato banka botnore, ja po gënjem banka botore, fondi monetar. Ja po rën Albin Kurti. Po Albin Kurti po letrohet zonave e statistikave. Mirë, pa inflacionin asnjëherë.